Në korikun e vitit 2025, thepi zemra e parkut kombëtar Alpet e Shqipërisë u trondit nga prishjet e 10 ndërtimeve që për vite ishin kritur në heshtje të plot institucionale. Ishte kulmi i një zhvillimi të pakontrolluar që u nxit nga vetë politikat shtetërore, të cilat promovuan turizmin, por haruan ta menaxhonin atë. Në vetëm pak vite, peizazhi alpin u mbush me bujtina moderne dhe struktura turistike të ndërtuara shpesh pa leje. Media Amfora mësoi se numri i ndërtimeve u rrit nga 13 në vitin 2022 në 50 në vetëm gjysmën e parë të vitit 2025. Për shumë banor, ato gotina ishin kursimet e jetës, një përpjekje për të përfituar nga politika që ftoi të investonin në male. Por, kur fadromat zbritën në thellë, u bë e qartë se mungesa e koherencës shtetërore kishte kthyer zhvillimin në konflikt. Ekspertët paralajmërojnë se thepi është bërë shembulli më i dukshëm i dështimit institucional për të ruajtur ekuilibrin mes turizmit dhe mjedisit. Në një vend ku strategjitë ekzistojnë vetëm në letër, Alpet shqiptare po tregojnë se zhvillimi pa kontroll mund të jetë po aq shkatërues sa vetë mungesa e zhvillimit të tij.